Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë dëgjuesit e këtij kanali të bëjnë abonimin, që nuk kanë bërë abonimin deri në këto momente, të bëjnë subscribe. Atëherë, fillojmë dhe shohim si do jetë muaji qershor edhe për shenjën tuaj. Dhe shohim javën e parë. Keni të bëni me energji të shenjës së Demit, energjinë e shenjës së Gafores dhe energji të shenjës së Gafores përsëri. Gjithsesi, ju shoh që jeni duke menduar, por jeni dhe në energjinë tuaj këtu. Ju shoh që keni nevojë të qetësoheni, të merrni kohën tuaj, të shkëputeni nga rrjetet sociale, nga jeta sociale, për t'i dhënë drejtim situatave të ndryshme që keni. Dhe këtu bëhet fjalë, mund të jepni, ju dëshironi të jepni drejtim një situate në lidhje me dashurinë. Dhe dëshironi të merrni kohën tuaj për t'i dhënë drejtim kësaj situate, ose në lidhje me familjen, në lidhje me shtëpinë tuaj, sepse mbas kësaj kemi kartën e karrocës që tregon që ju dëshironi të jepni drejtim anës tuaj emocionale, por ndërkohë dëshironi të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja, shtëpisë tuaj, familjes tuaj. Por ju shoh që keni pasiguri, keni frikra emocionale, ose mund të keni dhe prapaskena gjatë javës së parë. Thjesht duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me persona që mund të veprojnë mbas shpinës tuaj. Dhe këta mund të jenë persona të familjes. Në një rast, mund të jenë, flasim në familjen e gjerë, ose me persona, nuk e di, mund të jenë të vendi punës, mund të jenë persona në shoqërinë tuaj, por gjithsesi është një javë që ju do qëndroni me veten tuaj, do merrni një pushim në fillim të kësaj të muajit për t'i dhënë drejtim çfarë do lloj situate. Disa prej jush ju shoh në udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë udhëtime pune, ose mund të jenë edhe udhëtime për të shkuar diku. Ndoshta udhëtime për të shkuar jashtë shtetit, për të punuar, sepse ju shoh që jeni shumë duke menduar këtë pjesë, ose për të zhvendosur nga një vend pune në një vend pune tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër. Gjithsesi, keni pasiguri, ju vërtet dëshironi ta bëni një udhëtim, por kjo ju fut pak në një gjendje pasigurie, ose në një gjendje ku ju mund të jeni edhe. Atëherë, ju shoh që ndiheni në gjendje pasigurie, mund të ndiheni ose keni paqartësi, nuk i shikoni gjërat qartë në lidhje me situata të ndryshme, edhe pse dëshironi të jepni drejtim, përsëri futeni në një situatë pasigurie me veten tuaj, ose edhe në lidhje me situata të ndryshme që ju nuk i shikoni dot qartë, sepse mund të jenë persona që punojnë mbas shpinës tuaj dhe ju nuk arrini të kuptoni këta persona. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Gjithsesi, vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, keni të bëni me energji të shenjës së bricjapit dhe energji të shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë. Ju shoh që ndoshta ju ka lodhur situata të ndryshme për një kohë të gjatë, sepse jemi te 10 e shkopinjve. Mund të jetë një situatë në dashuri që ka zgjatur shumë dhe ju ka lodhur, dhe ju dëshironi të jepni fund kësaj situate. Mund të jenë situata në familjen tuaj, ose në marrëdhënien, në njohjet, lidhjet që keni, që ju kanë lodhur. Dhe ju dëshironi t'i mbyllni këto situata për të bërë një fillim të ri. Gjithsesi, ju shoh që mund të keni pas dhe situata toksike, tensione, sepse janë 2 letra që e tregojnë këtë.
dhe ju dëshironi të çliroheni nga këto situata. Por ndërkohë shoh që ndjeni dhe mungesë në dashuri, mund të ndjeni mungesën e një personi. Për gjithë ata që janë beqar dhe janë vetëm, nuk janë futur në një njohje të re, do ndjeni mungesën e një dashurie. Dhe kjo gjë ju ka lodhur, ndoshta ju keni qenë vetëm për një kohë të gjatë dhe dëshironi të çliroheni nga kjo për të futur në një fillim të ri ose për të gjetur një dashuri. Në lidhje me pjesën tjetër, mund t'ju ketë lodhur ana ekonomike. Ndoshta ju keni shpenzuar ose keni punuar shumë, por ngeleni me pak para në duar, ndoshta parat tuaja ashtu si vini ju i shpenzoni dhe ngeleni me pak lek. Dhe kjo gjë ju ka lodhur. E shoh në 2 letra këtë që ndjeni të lodhur. Dhe edhe për arsye ekonomike, ju ndoshta do kaloni disa situata tensioni toksike, me njerëz toksik, diskutime ndoshta me njerëz toksik, por ju shoh edhe shumë të lodhur. Duhet keni kujdes pak me shëndetin tuaj gjatë javës së dytë dhe kur themi duhet keni kujdes me shëndetin, nuk duhet të merrni që keni diçka të madhe. Mund të jetë e gjithë kjo lodhje që keni kaluar, mund të bëjë që ju t'ju ulet imuniteti, mund t'ju kapi një virus ose diçka tjetër. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju të kujdeseni për shëndetin tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni lidhje, mund të keni disa varësi, dhe këto varësi mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të jetë një varësi ndaj kafes, ndaj alkoolit, ndaj ushqimit, ndaj duhanit, por mund të jenë dhe varësi më të mëdha, ku ju shpenzoni lek dhe ngeleni me pak para në duar. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të ndiheni nuk e di në një situatë shumë të keqe ju shoh, në kuptimin fizik, sepse çdo gjë që mund të jetë më tepër e shoh një lodhje fizike, por ju shoh të strapatsuar në një farë mënyre, domethënë do të tregon që ju do ndiheni shumë të lodhur. Dhe gjithsesi, është një javë që ju do të jepni fund këtyre situatave. Dhe duhet të dilni nga këto mungesa që keni. Ndoshta ju keni punuar dhe shumë, keni pas shumë projekte në përduar, shumë punë, ose keni bërë disa punë njëkohësisht. Mund të keni pas të bëni dhe me persona toksik, që mund t'ju krijojnë tensione te vendi punës, dhe ju kjo gjë do t'ju lodhi. Edhe pse i shoh që mund të merrni dhe pak para. Sinqerisht më erdhi një energji pak e vështirë këtu dhe më vjen keq, dhe vazhdoj në lidhje me javën e tretë se si do jetë gjatë muajit qershor. Dhe energjia ndroi komplet, ndryshoi dhe më vjen mirë për këtë, dhe ju shoh në fillim të javës së tretë keni të bëni me të gjitha shenjat e horoskopit. Ju mund të keni ascendente në një nga këto shenja, ose mund të keni lidhje me të gjitha shenjat e horoskopit. Ju shoh që jeni në pritje, ndryshoni këndvështrim, merrni lajme të mira, por gjithsesi, karta e magjistarit tregon që ju do harrini të realizoni gjithçka që ju dëshironi, sepse i keni të gjitha mundësitë për të dalë nga këto situata të vështira, për të dalë nga pasigurit, nga paqartësit, nga prapaskenat që mund t'ju bëhen në javën e parë, thjesht duhet keni kujdes me persona që mund t'ju qëndrojnë afër, por janë persona që shfaqen ndryshe, veprojnë ndryshe, mendojnë ndryshe. Ose mund t'jenë dhe persona që bëjnë prapaskena për ju. Mund t'jenë dhe vendi punës, mund t'jenë në familje, në shoqëri, thjesht tregoni të kujdesshëm. Dhe ndoshta pasojë këtyre situatave do vazhdoj pak edhe në javën e dytë. Ndërsa në javën e tretë ju ndroni energjinë, e ndryshoni energjinë tuaj, sepse ju do mendoni që i keni gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që doni. Ju dëshironi të realizoni një dashuri për të futur në një njohje. Atëherë është në dorën tuaj që ju ta realizoni këtë. Në rastin tjetër, për të çuar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para, është në dorën tuaj. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me shëndetin. Atëherë ju mund të kujdeseni për shëndetin tuaj, të bëni një check-up, ose një kontroll mjekësor dhe ju do realizoni gjërat ashtu si dëshironi. Dhe ju shoh që ndryshoni këndvështrim. Do shihni situatat që ju rrethojnë. Dhe këtu ka lidhje dhe me realizimin te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike. Ju do shprehni dhe talente gjatë kësaj jave dhe
do ndryshoni këndvështrim, do ndryshoni vizion, duke parë gjërat që ju rrethojnë, duke parë situatat që ju mund të keni kaluar, dhe këtu flasim për situata të vështira, atëhere ju do filloni të bëni plane afatgjata. Plane afatgjata në lidhje me emocionet, me një dashuri, plane afatgjata në lidhje me familjen tuaj, por në rastin tjetër edhe me punën tuaj. Në qoftë se ju dëshironi ose sepse është një javë që do shprehni dhe talente, mund të jenë talente të fshehura brenda vetes që ju nuk i keni kuptuar. Dhe është një javë që kjo gjë do dali në dritë dhe ju do arrini të shfrytëzoni këto talente. Ndoshta mund të keni talent në lidhje me diçka, me një punë artistike ose me një zanat ose dhe ju do filloni ta realizoni këtë gjë. Dhe do mendoni për diçka që do jetë në perspektivë. Por këtu flasim edhe në lidhje me punën që ju bëni aktualisht. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do t'i shikoni gjërat më në perspektivë, do ndryshoni vizion tham, dhe ju shoh fillime të reja shumë të bukura. Dhe ju do harini, do merrni kohën, do t'i mendoni dhe do filloni të bëni një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, sepse kemi një kupë emocionale të mbushur plot e për plot. Mund të jetë fillimi një pune të re, ose një talenti që ju do ta zbuloni gjatë kësaj periudhe. Mund të merrni lajme të mira në lidhje me punën, lajme të mira ekonomike, por gjithmonë është një javë vërtet fantastike, sepse vërtet do keni talent, vërtet do jeni duke realizuar gjërat që doni, do shikoni gjërat në perspektivë me një këndvështrim tjetër, por do keni dhe fillime të reja dhe lajme të mira. Por kjo tregon dhe një çlirim shpirtëror nga situatat që do jenë në javët e para. Dhe vazhdojmë me javën e 4. Në javën e 4 është përsëri një javë fantastike. Unë shoh këtu që ju keni të bëni me energjinë e shenjës binjakëve, për ata që kanë lidhje, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Më falni që jeni dhe ju vetë. Dhe shoh një takim për pjesën e personave që nuk janë në një njohje, një person i ri do vi. Është një person do vi pak në mënyrë të ndrojtur tek ju, por është një person që ka emocione, që ka ndjenja në lidhje me ju. Dhe ju do realizoni një takim. Në momentin që të shikoni këtë person, është sikur ju keni gjetur njeriun, shpirtin tuaj binjak, njeriun e zemrës tuaj. Dhe shoh që ju do filloni të merrni dhe të jepni me këtë person. Dhe kur themi merrni dhe jepni, mund të shkëmbeni mesazhe, do keni takim, do dilni së bashku. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, i shoh më të konsoliduara marrëdhëniet në çift. Ndërkohë, ju mund të jeni të konsoliduar dhe mund të kujdeseni, ose një fëmija juaj mund të kujdeset për ju, ose ju do kujdeseni për një fëmijën tuaj, që ju jep emocion, ndoshta do t'ju japi një lajm të mirë dhe kjo do t'ju gëzoj. Dhe shoh që mund të jetë që ju edhe të investoni tek ky fëmijë. Ndoshta ti jepni disa para ose ti bëni një dhuratë, sepse shoh që do t'ju japi një lajm të mirë që do t'ju gëzoj. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do hyni në partneritete. Mund të jenë partneritete te vendi i punës. Ju bashkëpunoni me një person dhe ky quhet një lloj partneriteti. Ose do keni partneritete në biznes, partneritete në projekte ose në bashkëpunime të ndryshme gjatë fillimit të javës së 4, por është një partneritet sigurisht i bekuar nga energji më të larta. Dhe ju shoh që ju do ndiheni mirë, por do keni dhe lajme të mira në lidhje me këto partneritete ose me karrierën tuaj. Dhe shoh do merrni disa para, por ashtu si do t'i merrni, ju mund t'i investoni përsëri te puna juaj këto para, ose ju mund të keni dhe shpenzime ose detyrime që duhet i paguani. Ndërsa për anën ekonomike, me lajme të mira ju shoh edhe aty, edhe në familje do ndjeni mirë, sepse do keni lajme të mira ekonomike. Gjithsesi ju thash, në fund të muajit do merrni disa para, por do keni edhe shpenzime
ndoshta për gjërat që ju mund t'ju nevojiten, ose mund t'jenë pagesa faturash, mund t'jetë pagesa një kredie, mund t'i merrni sipas situatave që keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, pavarësisht disa situatave që mund të zgjasin një javë ose diçka e tillë. Dhe pjesa tjetër e muajit është shumë e mirë, sepse e rëndësishme është që ju keni gjithçka në dorë të realizoni gjërat që doni. Do keni talente në punë, në muzikë, në lidhje me kurse të ndryshme që keni, në lidhje me punën tuaj, me partneritete. Dhe ju shoh në fillimet e reja, lajme të mira, një dashuri shumë e bukur që është e goditur nga universi, një shpirt binjak për ju, por dhe lajme shumë të mira përsëri. Është një muaj fantastik. Dhe shohim, marrim një mesazh nga ëngjet se çfarë na thotë në lidhje me muajin qershor. Dhe kemi ndjeksin e monedhave që është në energjinë tuaj. Dhe ju thotë që ju do zbukuroheni gjatë këtij muaji. Do fluturoni, thot, do jeni më të hapur, do zbukuroheni, do fluturoni, do jeni më të hapur në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, ose nga ana ekonomike, por ndërkohë kjo tregon që do keni të reja të mira ekonomike, ju thot, por edhe në lidhje me dashurinë. Ju do bëni gjërat që ju interesojnë gjatë këtij muaji, sepse është një kështu e re, domethënë një gjë e re e bukur për ju. Dhe unë ju thash, po të vëmë re këtu, kemi kartën e magjistarit që ju do keni talente, do bëni diçka të re, diçka ndryshe për veten tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave, por është vërtet një mesazh fantastik. Ju do bëni vërtet gjërat që ju interesojnë, nëse ju intereson një dashuri, atëherë ju do ta bëni, do futeni në një njohje. Nëse ju dëshironi të çoni lidhje të para, se nuk e tham, ti finalizoni në një fejesë, në një martesë, atëherë është në dorën tuaj që ju ta realizoni këtë. Dhe nëse ju dëshironi të bëni një fillim të ri te puna, një fillim ekonomik, një partneritet, një biznes, atëherë është në dorën tuaj. Për ta bërë këtë, sepse ju do bëni vërtet gjërat që ju interesojnë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.